Mirë mbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Vulloset fati për 21 janarin. 2 orët e Berishës në SPAK. Zbulohen detajet e fsheta. Profesor, ju keni folur disa herë për aferat që akuzohet zoti Berisha. A keni ju një koment për vizitën e sotme në SPAK të zotit Berisha? Mi mbrëma shqiptar kudo që ndodhin në glob. Sidomos mirdita shqiptarët e mi që ndodhen në Amerikë, në 50 shtetë. Gazetarja më pyet për arsye se Berisha ishte sot në orën 9 para SPAK-ut. Gazetarja e di që vetëm Berisha është. Dashur shqiptar aty janë me qindra. Erdhi fundi i tyre, duke vjedhur, duke vrarë, sidomos për 21 janarin, që s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e kombit shqiptar. Kemi patur armit, kemi patur komunizëm për 48 vjet, i vrau, po të paktën i vrau dhe ne nuk i pam. Kurse të vritin në bulevard njerëzit o postafat, dhe t'i qëllojnë ata njerëz që donin, kjo si ishte parë në histori, pavarësisht se të dyja partitja bashkë. Saliu ishte sot për 2 orë e ca. U pyet, si kryeministri që ishte, u pyet shumë gjëra. Kush dha urdhër që u vran? U pyet sepse e fshir kompjura. U pyet kush e goditi të quajtur generalin. Pra, është pyetur shumë gjëra për arsye se Lulzim Basha më përpara ka dhënë shumë details. Ka dhënë çdo gjë çka ndodh atë ditë. Si ishte takuar me presidentin, me Bamir Topin, si e bën, psi i than, kush i goditi, kush dha urdhër. Lulzim Basha i ka thënë të gjithë. Berisha është gati për të arrestuar, ai ishte pyetja e parë, pra tani është gati për të vënë hekurat, jo vetëm Berisha, si që thash, janë shumë ushtarak, janë shumë demonstrues, janë shumë si nga PD-ja dhe nga PS-ja, donin sepse nuk janë ngopur me gjakun e shqiptarëve. Nuk u kop në prindrit e tyre, duke vrarë 48 vjet me regjimin bolshevik serb, nuk u ngopur për 35 vjet duke vrarë fukarejnët, duke vrarë 97% dashur shqiptarë. Dikush mund të thotë, po s'ja vrarë 97%, po të vrarja. Pse janë të vrarë? Sepse pension ka marrë $80. Kurse rrugaqët e parlamentit kanë marrë 75 herë më tepër nga $80. Që s'ka përvaki në botë, në Amerikë është 1 me 1,5. Shumë me 2. Në qoftë se një jurist merr $150,000, presidenti merr $280,000. Presidenti, parlamentet marrën senatorët 180, 170. Kurse në Shqipëri, të dashur shqiptar, që ju jeni dëgjumosur, mini $80, kurse ata marrën 75 herë më tepër se ju. Do me thënë, kushtetut e tyre, kushtetut bolshevike, është kushtetuta që është bërë për sërbët dhe për parlamentin. Pra, Berisha shumë shpejt shkon në burg. Si që kam thënë dashur shqiptar, ky muaj është muaj i përfundimit të burgosurve. Klevis Balliu në foltore, ndërhyn garda ndërpritet kuvendi. Profesor, si e interpretoni ju seancën e sotme parlamentare dhe qëndrimet e opozitës që shpesh herë braktisin sallën? Të dashur shqiptar, keni 35 vjet me ignorantët, me shqipforësit që janë në parlamentin e Shqipërisë, me fëmijët e spionëve
edhe me spionët. Me qenë se e përmendi Klevis Balliun, një njeri papjekur, bërtet dhe lot çfarë nuk po bën. Pa tjetër i janë të jatit, Fari Balliu. Fari Balliu, i njohur në kohën e regjimit komunist, i veshur me pardesy të bardhë në kohën e komunizmit, hante paçe në hotelin e Tiranës, me kë parti nuk është ai? Me PD-n, me PS-n, me Lecit, me kë nuk ka qenë në presidencë, me Ilir Metën, me të gjithë. Këto fytyra dashur shqiptar, këto fytyrat e shëmtuara, që kanë dëgjuar në përvrimat e dritareve, në përvrimat e qelsave që ka futur njerëzit në burg, këta sot bërtasin sepse janë të inkallëpi, janë të uniforme, janë anti-shqiptar, janë shqiptar folës. Këta ishe në parlament dhe i kërkonin llogari drejtorit policisë. Që njerëzit nga shiku, ai shiku që s'është kurkushi, si u ka dhënë dokumentat që ata të flasën në parlament, ata janë spiuna, ata janë agentë, ata janë shqipfolës, ata janë me grekun, me serbin, me çdo njeri. Që s'kan të drejtë të jenë në parlament. Pra, të dashur shqiptar, nuk është vetëm kjo gafa e sotshme, ata janë tallur me shqiptarë për 35 vjet, marrën 75 herë më tepër se ju. Ju keni punuar 3 jetën në për kooperativ, në për ferma, në për bunkere, në për hekurudha. Kurse sot, copët e ignorantëve, e anti-shqiptarëve, e shqiptar folsve, marrën 75 herë më tepër, tallen me ju këtu në parlament, që nuk janë zgjedhur nga ju, dashur shqiptar, po janë të embruar për 35 vjet, ju nuk keni zgjedhur. Po ju vetëm keni votuar një PD, një PS, një Lec. Dhe ju nuk keni ditur qa keni dërmend të votoni. Njerëz të panjohur, njerëz anti-shqiptar. Pra, ky parlamenti, siç e kam thënë shumë shpejt, ky duhet lyer me aqit të pastrohet, një eremir që frymë e tyre të mos ekzistojë në atë vend. Që fryma e 48 vjetëve, e 35 vjetëve, me këta 82 vjetë, ai parlament ka vrarë njerëz. Në atë parlament janë ngjitur edhe në kryeministri. Dhe para kryeministrisë Komiteti Qendror, aty janë bërë planet e vrasjeve. Pra, unë do flas pak më vonë, se nesër do t'jetë një ditë për shqiptarët. A keni diçka për të shtuar? Të dashur shqiptar, unë do flas shumë shkurt sot. E di që më dëgjoni, e di që prisni, e di që Amerika është 12 e gjysmë, gati 12 e gjysmë, presën shqiptarët e mërgimit, presën shqiptarët e vjetër që ikin në përkufi, presën dhe shqiptarët e 90-ës, që dual lakuriq, të varfër, skelet, hypnin për vapor dhe kalonin për te detit. Nuk dini dhe ata ku vinin. Ka shumë shqiptar ati në Amerikë. Dikush është në rregull, ka tregtit e tij, sepse është një vend i lirë. Të dashur shqiptar, ne kemi gati 18 milion njerëz që na klikojnë. Vetëm në YouTube, ja 7.674.582 veta. Vetëm në Shqipëri, janë 4.600.000
29.027 vete. Kurse, në Greqi, në Itali, të dashur shqiptar, janë 984.726 vete. Kurse, në Greqi, të dashur shqiptar, janë 637.130. Kurse në Amerikë, të dashur bashkëdhetar shqiptar, më intereson më shumë, në Amerikë, në United States, janë 436.407 veta. Më çdo vend të globit të dashur shqiptar, janë shqiptarët që po na ndjekën ne me vëmendje që duan të kthehen në Shqipëri. Dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e juaj që ju të bëni gjyq popullor. Por unë nesër të dashur bashkëdhetar duhet të prisni pa durim. Sepse do dalë para kombit. Para kombit arbëror. Do të thot para Shqipërisë. Do dalë, do të them atë që ka 100 vjet që është bërë plan. Nesër do t'jetë një ditë që do të marrë vesh tërbota se kush është Shqipëria dhe ku do kaloj Shqipëria dhe çfarë do bëhet në Shqipëri. Nesër në mund të jem mbi 2-3 orë të dashur shqiptar. Do t'i drejtohem ballë për ballë dhe sy për sy shqiptarëve brenda Shqipërisë dhe për te detit, do të thotë në për Evropë, dhe për te oqeanit në Amerikë. Që planet janë bërë pre 300 vjetë dashur shqiptar. Ka 100 e ca vjetë që ka ardhur ambasadori i parë në tokën e Shqiponjë. Por ka 82 vjetë të dashur shqiptar që shqiptarët janë vrarë, janë pushkatuar, janë varur, janë futur të gjallë për 28 vjetë me radhë, që më 24 po e zem, dhe deri më 92 që përfundovi Ramiz Alia si sekretari i parë dhe për 2 vjetë Gjoja si president. Dhe mbas 92-shit e ka marrë Berisha. Do me thënë të gjitha këto të dashur shqiptar janë 82 vjetë. 28 vjetë me regjim vrasës nuk lanë njeri pa vrarë familjet më të mira. I plaçkitën nuk u lanë gjë. Flori, pallate, vila, tokë, pasuri. I vranë, i futën të gjallë në për gropë. Hapë një gropën vetë dhe futën. Edhe koskat e tyre nuk gjenë rahat. Eshtrat e tyre presën ka 82 vjetë. Pra presën nesër do themi të vërtetën. Nesër Pilinçi i drejtohet popullit shqiptar. Kudo që ndodhet në përbot. Sidomos krahinave tona të coptuar. Kosovës, Malizzi, Maqedonisë. Nesër më dëgjoni me vëmendje të dashur shqiptar. Më dëgjoni me vëmendje sepse ka 100 vjetë që është bërë plani dhe nesër unë jam para shqiptarve u them realitetin. U them para 18 milion. Vetëm në YouTube janë 7 milion ju i lexoni vetë dashur shqiptar. Unë vërtet e krijova qeverinë teknike, e krijova me dëshirën e 5-6 milion njerëz që më kërkonin, që doni Shqipërinë ta bëjnë demokrat. Pra të dashur shqiptar, unë nuk po zgjate më, sepse e kam lënë për nesër, në orën 6, tërë ministrat do t'jenë nesër, do t'jenë simpatizantët që janë afër, për të dëgjuar
për të ullur çfarë do them unë para popullit shqiptar. Unë do them shumë gjëra, ashtu si tha Clintoni, të dashur shqiptar, në mars 24 të vitit 1999. Ashtu si Clintoni i doli popullit Amerikan dhe i tha çfarë do bëhet për tokën e Shqiponjës. Pra, më prisin e nesër, në orën 6 fiks, nuk do kaloj 1 minutë, dhe do vazhdoj gjatë të shpjegoj shqiptarëve çfarë do ndodhi mbas 4 ditë që unë do flas. Natën e mirë të dashur shqiptar, po u flas shumë shkurtër sot. Natën e mirë, prisni nesër, shumë njerëz po vinë nesër nga Evropa qëllimisht për të dëgjuar mua origjinale. E njëherë, natën e mirë të dashur shqiptar. Ditën e mirë Amerika ime, ditën e mirë shqiptarët e mi në Amerikë, që e keni mendjen të ktheheni në Shqipëri. Jam i bindur, nga dëgjimi që do bëni nesër, jam i bindur që ju do vini urgjent në Shqipëri. Do jeni të lumtur. Do gjejmë në mënyrë si ju do vini. Pra, natën e mirë dhe njëherë, dhe miru pafshim nesër në orën 6:00. Nuk do vonohem 1 sekond. Natën e mirë, sepse këtë ditë e pres kam 82 vite. Që shqiptarët të dëgjojnë, që shqiptarët të gëzohen, dhe ajo ditë e nesme do t'jetë një ditë e paparë, dhe mbasi sa ditë do jetë një ditë e lumtur. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6:00. Pasdite. Pas pak do të kemi intervistën live me sekretarin e infrastrukturës dhe energjisë, Rako Paja. Profesor, të falenderoj. Unë harrova që është e vërteta, të dashur shqiptar, do dali live mbas me Ministri i Energjisë Pajo. Zoti Pajo do të tregoj se kush është dhe çfarë mund t'i bëj për këtë kohë. Çdo gjë që të thotë ministri është realiteti të dashur shqiptar, sepse unë kam zgjedhur njerëzit e familjeve patriot. Unë kam gjetur njerëz që e duan kombin e Shqipërisë. Edhe për arsye që njerëzit që janë mizat e kalit, spionët, agentët e Evropës që donë ta bëni Shqipërinë ta coptojnë, ata përfunduan një herë mirë. Pra, të dashur shqiptar, mbas meje do jetë, për këtë arsye unë po flas shumë shkurtër, do jetë origjinale, do flasi Ministri i Energjisë. Natë e mirë dhe një nga mua. Falenderoj profesor. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.